fati ndryshon brenda 48 orëve. 4 shenja do marrin dhuratën që kanë pritur prej vitesh. Brenda 48 orëve të ardhshme, universi po lëviz me një forcë të papërshkrueshme. 4 shenja do të përjetojnë një përmbysje të vërtetë në fatin e tyre, një dhuratë e vonuar që do të ndryshojë jetën për mirë. Një mundësi, një mesazh apo një takim që duket rastësor do të hap rrugën drejt një bekimi që i kanë pritur prej vitesh. Fati nuk vjen shpesh, por kur vjen, e bën me zhurmë. Dhe këto 4 shenja janë në qendër të magjisë. Dashi, energjia e universit po shpërthen në drejtimin tënd, dashi. Nëse ke ndier lodhje, shkënim apo pasiguri kohët e fundit, dije se gjithçka ka qenë vetëm për të përgatitur për këtë moment. Brenda 48 orëve, një mundësi profesionale ose financiare do të trokas në derë, dhe kjo herë nuk është rastësi. Një person me ndikim do të vërë re, ose një mesazh i papritur do të hap rrugën drejt diçkaje që e ke dëshiruar për vite. Mos u tërhiq nga frika apo dyshimi, fati yt po të thërret me zë të lartë. Kujdes vetëm, mos u atreg të gjithëve planet që po ndërton. Disa sy janë ziliqar. Fillo të besosh fort, sepse ajo që do të ndodh do të bëjë të ndihesh më në fund i shpërblyer për çdo përpjekje të bërë. Zjarri yt i brendshëm do ndizet sërish dhe këtë herë nuk do shuhet më. Demi, fati po të përkëdhel më në fund. Vitet e fundit kanë qenë një betejë për stabilitet, dashuri dhe siguri, por brenda 48 orëve, një ndryshim i madh do të befasojë. Një ofertë pune, një pagesë e vonuar, apo një lajm që lidhet me pronë ose para, do të rikthejë buzëqeshjen. Gjithçka që ke mbjell me durim po fillon të jap frytet e veta. Mos haro, ky është momenti yt për të marrë, jo për të dhënë. Kujdesu për energjinë tënde dhe mos e lejo askënd ta tërheqë në drama të kota. Një takim i papritur me dikë që ke njohur dikur mund të rikthejë kujtime dhe një ndjenjë që nuk është shuar. Universi po të thotë, je gati për të marrë dhuratën që të takon. Pranoje me zemër hapur, kjo është shpërblimi yt i merituar. Gafore, për ty gjithçka do të ndodh papritur. Një lajm që mund të vijë përmes telefonit ose rrjeteve sociale do të kthejë shpresën që kishe humbur. Kjo është koha kur ndjenja e lodhjes shpirtërore do të zëvendësohet me dritë, dashuri dhe qetësi. Një person që ka qenë në heshtje do të rikthehet për të kërkuar falje, ose për të dhënë atë që të detyrohej prej kohësh, qoftë dashuri apo ndihmë. Fati yt po rrotullohet në favorin tënd, ndaj mos refuzo ndihmën që të ofrohet. Një udhëtim ose takim i vogël do të hap një kapitull krejt të ri në jetën tënde. Mos haro, çdo gjë që po ndodh është pjesë e një plani të madh që universi e ka ruajtur vetëm për ty, pranoje me qetësi dhe besim. Akrepi, energjitë që po të rrethojnë janë të forta dhe transformuese. Brenda 48 orëve, një sekret do të zbulohet ose një e vërtet do të dalë në dritë, dhe kjo do të jap avantazh të jashtëzakonshëm. Diçka që ke pritur me vite, qoftë një vendim, një përfundim marrëdhënieje apo një mundësi pune, më në fund po ndodh. Fati po hap dyert që dikur dukeshin të mbyllura për gjithmonë. Kjo është koha për të treguar forcën dhe intuitën tënde. Një person i afërt mund të tregojë ndjenja që nuk i ka shprehur kurrë më parë. Mos e injoro këtë sinjal. Universi po punon në heshtje për të çuar në vendin ku të takon. E vetmja gjë që duhet të bësh është të ndjekësh zemrën, sepse ajo këtë herë nuk do të gabojë. Një dhuratë e madhe shpirtërore dhe materiale po vjen drejt teje. Këto 48 orë janë të shenjta. Mos i merrni si ditë të zakonshme, sepse për disa prej jush është koha që fati të shkruajë një faqe të re. Nëse ndjeni energji të pazakonta, ndaloni dhe dëgjoni, universi po flet me ju. Mos e humbni këtë shans, veproni, shprehni mirënjohje dhe qëndroni të hapur. Dhurata që keni pritur prej vitesh tashmë është në rrugë.